Në fshatin Voskop të Korçës, kultivimi i qepës përbën një nga aktivitetet kryesore bujqësore, por këtë vit fermerët janë përballur me një situatë tepër të vështirë. Prodhimi ka qenë i lartë, ndërsa kërkesa në treg shumë e ulët, çka ka sjellë rënje të ndjeshme të çmimit deri në 20 lekë për kilogram. Edhe me këtë çmim të ulët, tregu ka munguar, duke lënë një pjesë të madhe të prodhimit pa ushitur. Fillojmë që me 400, pastaj fillojmë me 300, pastaj ra tregu nuk u kishte kërkesë me, e mbeti stok në. U detyrua ta hidhnet? Ta hidhni pastaj nuk. Si puna juaj, ka shumë fermerë në Voskop? Këtu në Voskop ka të paktën 5-6 fermerë që kanë në këtë gjendje. Si pasojë e mungesës së tregut dhe mundësive për shitje, shumë fermerë janë detyruar të hedhin qindra ton qep duke pësuar humbje të mëdha ekonomike. Kjo situatë ka shkaktuar zhgënjim të madh, pasi puna dhe investimet e një viti të tërë nuk janë shpërblyer, duke vënë në rrezik vazhdimsinë e këtij aktiviteti për shumë familje. Po ne kemi erdhur 300 qep. Sa humbje ka pasur kjo për ju, për familjen tuaj? Po kjo vetëm si ashtu ka patur 12 milion lekë humbje. Kjo situatë për si të çdo vit, po thoj për çdo gjë. Vjet mbeti patatja. Si vjet mbeti totalisht qepa rreth në Korçës. Sa sipërfaqe qep kishin mbjellë këtë Ne vit? kishim mbjellë 12 dylym, 1.2 hektar. Se sa ka hedhur, po meri morkë ka hedhur. Sa e vështirë është kjo situatë për gjithë fermerët që punojnë? Shumë keq. Po vdesin janë në tërkëllap që ta shi. Edhe i hedhin në prëndë. Është një situatë e vështirë për fermerët, po thoni. Për të tërë, për fermerët e për plehtët, si është e vështirë? Sa i përket subvencioneve, fermerët e zonës shprehen se nuk ka patur mbështetje. Ata theksojnë se skemat ekzistuese nuk mbulojnë realisht kostot e larta të prodhimit dhe shpesh janë të vështira për tu përfituar. Për më tepër, rritja e çmimit të naftës ka ndikuar drejt për drejt në shpenzimet për punimin e tokës. Po bet 30 sa vjeç që është se me unë s'kam preku një gjë për shtetit. Shteti mund të ma ketë emrin mua vetëm në listë e votimeve. Se për tjerat, më ka hequr shteti familjesht. Po çmimi i naftës sa ka ndikuar edhe Po tek çmimi i pjesa naftës e ka ndikuar që punimit të tokës? ka ndikuar që edhe një traktorist që ka një traktor të fuqishëm të ashtu, nuk i bet dot njerë një nder të vogël se ai traktori është kosto e lartë. Kjo situatë tregon qartë vështirësitë me të cilat përballen fermerët e qarkut juglindor çdo vit dhe nevojën urgjente për ndërhyrje, pasi rrezikohet që bujqësia në këtë zonë të shkojë drejt zhdukjes.